edhe s'ko mujt për ato arvja marë, po jo hi bërq. Se se isha del, i marë pare t'i lojt, edhe udha për la kushton, se gjama t'i kam shil me shtrapa, se kja po qof natën. Mësë mi pi hapa, ka dollë që ka mit pa hapa, pa farës ta ma pa kurgjë. Ta temperatura lojt e këna shil edhe këna se ki që kënë vëgër ka dosh me gju pi lojtë, poshtë. Ekstrem, e mërë stikën, e mërë perule, sa të për mytë vete. Përshëndetje nderuar shikus të emisionit të Harruarit. Jemi duke shkuar në Mitrovic, në fshatin Shqipël, tek familja Shala, e cila na ka njoftuar që është një gjendje jo të mirë materiale, gjithashtu sipas atyne na kanë treguar që ajo i ka edhe 3 fëmijë që nuk i ka gjendje të mirë, domethënë. Dhe ne së bashku po shkojmë ta vizitojmë atë familje. Dhe me gjallë që dikush t'ju del ndihmë pas asoj që ne ta vizitojmë. Paraprakisht ne do të shkojmë dhe do të marrëm disa gjana ushqimore që për haltër të fëmijëve tyre që kur shkojmë dur thatë dhe t'i qojmë diçka. Dhe ata të gëzohen me praninë tonë, sepse na nuk jemi nga ata vetëm të marrëm informacionin apo të dalim në media, mirë po mundohemi që këtë punë ta kemi edhe mision, që ato familje t'i qesim në dritë dhe të gëzohen kur ne të shkojmë edhe mos të marrohen kur ne të shkojmë të dera. Po gjithë kjo bëhet me ndihmën e juve, të cilët jeni bamirësa, të cilët na shikoni dhe të cilët kontriboni që këto familje nesër të jenë në gjendje më të mirë. Zoti ju nderoft, ju shpërbleft dhe gjitha gajlet, hallet dhe detet ja largoft juve dhe familjet e juve, të cilët ndihmoni ata që kanë nevojë dhe janë të harruar nga kjo shoqëri. Pra arritëm në Mitrovic dhe kemi me udhëtu në fshatin Shqipël të komunës Mitrovicës dhe atje jemi të informuar për familjen e cila na kanë njoftu se ka disa fëmijë të vegjël dhe ne për mos me shku duar thatë kemi vendosur që të marrëm disa gjana ushqimore bazike për familjen dhe fillimisht që a dërgojmë dhe të intervistojmë se për çka kanë mundësi më shumë. Pra gjitha këto që piblejmë ne janë prej donacioneve që na i kanë dhënë shikus tonë dhe bamirësat, Allah i shpërblet dhe i nderoft. Na prave se po him në market dhe atje do të fillojmë të bëjmë një pako familjare të cilët do t'ja dërgojmë asoj familje fillimisht, edhe pse nuk e njohemi, mirë po sipas dhënave dhe familja që na ka tregu, ajo i ka disa fëmijë të cilët i ka një gjendje jo të mirë shëndetësore dhe gjithashtu kushtet financiare nuk i ka të mira dhe na do të shkojmë ta vizitojmë një familje në këtë emision të Harruarit dhe ne e kemi për obligim të gjitha ato familje të harruara në Kosovë t'ju dalim ndihmë për krah me ndihmën e juve të cilët na shikoni bamirëse, Zoti ju shpërblet dhe ju nderoft. Tash na sa e mbaruam, do me thonë harqin për atë shtëpi, një harq simbolik. Besoj që sa të pak t'i gëzojmë ata fëmijë, ato që janë në mëshiren e donatorëve dhe bamirësve. Kështu që sa për fillim, ne i morëm dhe falenderojmë menaxherin dhe menaxhmentin e Durmartit, i cili si çdo herë nuk na la pa na i liru disa gjana. Kështu që Allah shpërbleft edhe këto, se çdo herë ka qenë bamirës dhe na e falenderojmë shumë dhe jemi mirënjohës për secilin nga ju. Tash dhe se kemi arritë të shtëpia, të qika, gallojna një piste. Pëkia, ke motor tjera të? Aj ma të vogën a ma të maj? I zot një shpis merret me disa kanaqe me hekra sa mundohet me adalt para shumë vetë. Që edhe kësa një piste, merre një piste? Po jemi fshatin Shqipël, komuna Mitrovicës, tek familja e cila Shala, mashallah, e cila jeton kushtet jo të mira.
Pini qaj. Dhe po mundohem inshallah me ndihmën e juve bamirësve që t'i ndalim ndihmën e t'i ndihmojmë. Përshëndetje nderuar, prave se kemi arrit tek familja Shala në Mitrovicë, Shqipal. veçanërisht në fshatin Shqipël. Këtë familje po ashtu që s'na kanë tregu, jeton dy prind me 3 fëmijë, 3 vajza, të cilat sot nana tyne do të folë për to dhe do na tregon gjendje. Na nga ky vend lusim gjithë ata donatorë bamirës që këtë familje mos ta qesin harres, që është harruar nga shteti, komuna apo gjana tjera. Dhe ne pra kemi misionin të harruarit, të cilët në këtë mision do të mundohemi që në çdo cep të shqiptarisë mundohemi që ti shikojmë tek ato familje përse afërmi në terren, që ti vizitojmë dhe të shohim se janë të harruara, pse jelon anash edhe pse këto me jetu në kësi gjendje. Sepse secili prej neve jemi qytetar, jemi njerëz të vendi, secili e meritojmë me jetu mirë, dhe secili e meritojmë me jetu si tjetëri. Dhe nga ky vend, nga ky sy i kamerës, që dëbërton tek sytë ju, prej syve në zemrën e ju bojmë apel gjithë atyre që janë bamirës, që të na ndihmojnë dhe të ndihmojnë kësaj familje. Dhe gjithë ata që njohin ndonjë familje të tillë që është harruar, ta njoftojmë dhe ne të jemi afër tyre. Zoti ju shpëblej ju në rrugë. Pra, ju jeni nana e këtyre 3 vajzave, të cilat që shpeshohemi keni nevojë për shumë gjana. Shumë. Jo, mas pari thatë se i bune vetë për një smuje, edhe Mas burri pari buri ka depresion të madhe, kanë folë gjinja për ta. Prostatën, bruhe, zorën e ajti, drivën dur, e ka gullit largu piverit 4-5 biolazave, shumë sere ka. Pse se ka marrë vaksinën, ka ndryshu në shletina. I 3 vajza, vajzat si janë në shëndet? Vajza është me epilepsi, është me barnat e epilepsisë, me omega, i ka barnat e qëtësimit, ne kam kontrolën në Qakov, Mitrovic, Prishtinë, unë të i thili njerëzit, të më thonë të një farë fjale. Unë i kam një vëtë operime. Tu vajza tjera, se ju thot që i keni 3 vajza. 3 vajza, e dyta ka ngecje, në tru, me trimën e zemrës e ka të lartë, ka infekcion, bre, që to jam infekcion, ka 2 javë, 3 javë me gjojës, Mitrovic, ka një Prishtinë e qojnë nëse shojnë rastë që është për Prishtinë. Pini qaj. Hapin e qaj, po thot Allah të rritë. Qysh është gjendja tek shtëpia, do të thonë tash është koha e dimrit dhe të shohim që temperaturat vetë po fillojnë me u zbrit, apo keni ftoftit apo keni nga shtëpia? Të po, kena ftaf, se ku la kanë marru shtëpinë, nuk la kanë bo për qysh dohat, lakshti kena me, jeshtë e vetë, përdet zguzojla me blush, ka fikot. Aty la ka i ujë, nga vlatin në do të të rjek. Qa bëni apel për ata që ju shikojnë për këti vendit që ju dalin ndihmë? Kële kam nevoj shumë për ndihmë, se kam si për hirtë të Allahit me lalivu, Allah ishë për lejtë tjera. Se kam letë. Me qka për bëni ju mbjetesën? Qysh po ja dilni? Ole, Me 3 fëmijë, me këto smuja tuat, edhe fëmijët dhe më thonë që ka nevoj urgjente për shërim, sepse kanë, do më thonë, që të regove të disa ngeci, disa me epilepsi, dhe që po mënim ja dala, për ju ndihmon dikush komuna, shoqatat e gjana. Shumë pak, këtu i kanë, mame, këtu shumë pak i kanë qëtu, i kanë 150 euro, po më talë. Këlle kam sociale lebër temin, edhe qëtu shtesa që i kanë rritë baja njësë në ku si kila pasë edhe ato, i kila thi njerëzit, i kom thi njerëzit në telefona, më kanë thonë fjallë dyta, më kanë thonë. Të robe, kom shpal numrin. Unë ka thi njerëzit, unë ka thonë, po adil, të bedil, qysh silën si e rap të Allah i kom shumë fali, kom thonë jone, kom nevoj për ndim. Se ule, tu i thirë, nuk është mi qa 50 euro, Allah ishë për ndim, nuk është një qëllë, më ka një mu. Elhamdërja, po nuk është jetër i ka rapi shma. Ma ka le bukën.
Më ka le bukën, ditë bajramit me lëtë e kom hongër. Se buri jam asin që parët. Edhe kësë është jam. Me çka po merret burri, me çfarë po? Me limita, me shishe, me qëto Del stane. domethënë për rrugë mbledhin Po. kanoçe këtu. Ka i herë 10 euro, ka i herë 7 euro, ka i herë 9. Varë që shi në zjerë. Po li thirë njerëzit për mija, dalë, mi maj që ta fmi. E fëmija si po ndihen që shpe kalojnë, kur vjen dhe burri mbrëmje, kur ju në keni gjendjen e tyre, domethënë që nuk janë mirë me shëndet. Shtire kam. Ko gjese di ka shumë të shijak e madhja. Se me hapa A janë të shku qëtësime. në shkollë? Po la shkollë speciale, me që shkak që të me gripa vjose, me jam, më thotë ku që di shpiku të rukës të pësia. Sa di, sa vjen, Domethënë këto duhet me pas një trajtim special për me ushëru dhe për me thonë si shoqet e vete. Po. Po mirë po, apo më një mja dini jo me këtë trajtim, apo duhet vesh të thirë të hi bërsh. Si pe marë paret e qika, po do të mjena bërshë. Talis po visë pa kërgjë. Sa vjet i kanë qikat? Kjo për 11 për shkalamare, kjo është me pampersa. Me pampersa. Kjo për 8, po shallahen. Qetra? Kjo 8 për 9, aja 7. A janë të jetë në shkollë domethënë? Po kjo shkolla në Shqipal, kjo ka këtë shkolla në Shqipal edhe kjo, se vinë ato sekundoget në atë shkollën. Me kjo po bra pa ka vitë shumë. Shkak mundësive të pagesë. S'po moja dalë, kjo kam zëj drejtë, se edhe se kam kalaj me dy për TikTok, se kam kalaj me dy pëse ole di që është bërëqete. Po që shpeshomi dërum gjendja e tyre edhe financiare, mirë po edhe shëndetësore të tyre fëmijëve, qikave, vajzave, nuk është mirë dhe ka nevojë speciale, ka nevojë enkas, plus që ato të shërohen dhe të jetë në sikur shoqet e veta, që të kënaqen me ta dhe të kalojnë atë shkollën e mirë. Mirë po, duke po gjendjen e tyre edhe shëndetësore, kjo edhe materiale, kjo nanë detyrohet domethënë që çdo kujt t'ia zgjat dorën, çdo kujt t'i kërkoj ndihmë më shumë se edhe 15 herë, më shumë se 100 herë. Dhe kjo nuk është e lehtë, po domethënë për një familje dhe për një nanë, e cila mundohet në këto kushtet që të punësoj që të jetë sa më afër qikat vetë dhe familjes vetë. Ndoshta duket dikujt normale, mirë po kjo është e harruar për shoqërisë, për asoj stresës mesme, ndoshta ta quajmë ashtu që të jetoj. I bëjmë apel gjithë atyre edhe herë që ta ndihmojnë, të dalin ndihmë dhe që kjo familje me këto tarnat që i merr nuk po mënet të mja dalë dhe të mundsoheni që dikush ka mundësoj edhe shërimin e tyre edhe mundësinë që këto të shkojnë përpara. Zoti ju në rrogë ju shpërblet. Edhe gjitha të mira të vonë. Për fund çka kime thonë? Për fund ju kisha lutë për hir të Allahit, bilin me pasu shumë. Paret për balla, për tem, për shkollën edhe për mjekim. Nuk më lipi pasu. Sa shkojnë gjithsej? Pash Allah për 2 qika 400 lira më shkojnë në qakon këtë i qaj. Se terapia që shtrajta i kanë. Do që la një malë dukosh, të do të shqipe, po do t'i laqen, po do të ulltime, po do të mjekime. A ndone që si keni pas mundësirë me i quë dhe me... Le të rujtë Allah, jara, për që la kanë boha i kare njëllë, dhe ka thonë vinë Gjakov edhe më kalon luve. Kalon Gjakov... Hasha Allah, po. Bërë që hi, ku e kom marë pare të qikës, e kom në bolëshet. Edhe s'kom pas që kam i dhonë fmive. Do që 3-4 javë që s'kom as gjatë, as vo, as koqa. Se këto qelë s'puta këta në s'kanë pak në kontrol. Kja, halë në qysh, me që shala Allah i së më dërkan. Kjo mos muj këtë, të në mos muaja, të një parë barna, kam ja muaj. Plus ato tjera që... Plus burja për barna, dhe për spitaleve, që të e këto. Plus o në limë dhe të perime, i kam gjallrat e roide, i kam vitamin D, kom në lëdu kohë, më ka thonë se si shku të vjeko, nuk të mami me nëse. Haja mami, veç të bëfë mirë. E nuk shë mirë, ja pa, këtë që. Më fali ma pali Allah, së në me nëzijëm të jetë.
Më kodë më brekt. Po kam probleme edhe me shtypje të lajë. Do krejt bas stres dhe presion. Se ndollë 4-5 dit. Të isha qika steme. Mo, qika se qëllë zoti. Pash Allah një telefon dove. Alla di sa ti marrë të pare qika. Vish ti mdith mi me diqka. S'ka ka lonë. Që e bashkë do kosh një pinare. Në mas nej, qysha keni dalë? Kuar lizoj. Dhe të Prishtinës. Në kanë pru të hovat. Ka marrë haqë. Allah i të shpërnështë. Ti ka lënë dhe pare për dru. Ka marrë edhe dru. Dhe që asaj me pare që të bashkë të kujshi që ka marrë. Na mendimin e disave që na i kanë dërgu do të holla. Allah i shpërblet. U mund thunë që sa do pak mi bledo sene ma. Allah i shpërblet. Disa për fmi, disa sheqerka, disa që kanë. Allah i shpërblet, Allah i dhëmë dhe Që qëtë. gjithë ata që na i kanë dhënë dhe na kanë ndihmu, që janë në diaspora nga këto që kanë ndihmu në korët e tyre, sa do pak kena mundu që Allah i shpërblet, ja rabbe. besoj që kjo nuk ka mundar, kjo dorë mshires dhe rametit dhe që t'i del ju vendimet, të jetoni sa më mirë. Jo pra, që shpëtat, nuk po do një jetë luksi, po do një jetë sa me kalu. Nuk se jo, vesh do keramika kisha pas shemë, nëse ma mundë sa vesh atë të koridor. A më këtan? Sa e shpija e sobës, kejtë vlogë po. Gjakshti, shumë. Te i për gjakshti, që to ka uqa mi ka prushu qeja, me gjyrë mi ka lona ja. Jo për shele. Qysh kena mujti kena mundu, vesh sa mos me lej. Se gjama ti ka fshil me shrapa, se kja po qohë natën. Më mos me pi hapa, ka ndohë që ka mit pa hapa, pa parës ta ma pa kurgjë. Qa ka ndohë tani me të? Ta temperatura lallë e këna fshil edhe këna se ki qikën e vogël ka dash me gju pilaltit, poshtë. Ole qona pi 2 natës. 3, gatu, i fshi, jaj, për me arrit të qika. Që i për barna që flerë ma qatë. Nëse s'ka pare... Shpesh që e kanë metë dhe pa barna. Po. Dhe ta gjendja ti e saj këtësohet shumë këtë jetë dhe. Ekstrem, e mërë stikën, e mërë perullë, e sa të tuk me mytë vete. Gulli kam dokumentat, Po. që Allah i të rujtë. S'kam qam shrefi 2, ati kam bashotit. Ja kum dërzula për mjekim. Që ku ja, që gjelje parë 2022, që më ka limu motrat muslimane, Allah i shpërblet. Po, ka ndërhyt të kush mi ka prish punë. Po, ja kum gjolla Allah i kom shopar. I gjëzimet, me qika me krejt, 2 me. Tani kjo ngecje, po mësusja normalit, edhe kjo ka vrejtje. Ku ja ka boj i gjëzime, le ka 2, 4, 6 edhe 8. Ka pika ndru, pizamës që ashtu. Po të rëk infekcione... Kontrole ke pasë në Prishtinë të mjeku? Po, të psikologja. Ka nevoj, ka ngecje shumë. Me omega është kjo. Me qka shë të me pasë zhvillim? Zhvillim të lumë, krejt omega qëtu selet, ka ndollë që edhe s'ko mujtë me ato alë marë, po jo mi bërqë. Si se isha del, i marë pare t'i lojtë, edhe udha për la kushton. Se ole që jam s'mut pipi breg me këtur sele, kush po mrimon, po do të me marë taksi për ljerë, gjysë për marketit me marë shkarqit. Do të bërë shi, për shku të vjeku. Se ole me të refmi nuk mëj eci me ta, se kje ma shaldorën. A janë nga në të nërës për mëj mo. Të shpia nuk të zomi do. Ja i stek për dha. Boj zara, la të liga të kena mështë. Se që tu kena balu leve, la ka marru një oja mirë nga moj Prishtinës. Shpina? Po, pashallah, privat lije ka marrë. Kështë e ka marru shpinë? Amire, gama. Amire, gama. Gama? Gama. Kush më ka limu e kom li drune, kush më ka limu e kom li haqe, kush më ka limu e kom desh, që s'kan pasas me le me thonë sami këto. Jesë më shpesë që më rana këso jove, ka me dalë shumë një ndimu. Allah ishë më lefë.